Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se shqiptarët janë shumë nervoz për shkak të pjesëmarrjes së madhe në zgjedhje në mjediset me shumicë serbe. Deri në orën 10, pjesëmarrja ishte më e madhe në mjediset serbe sesa në ato shqiptare. Shpresoj në fitoren e listës serbe. Shpresoj që një pjesë e pushtetit të mund të kthehet në duart e saj, tha Vučić për gazetarët në Beograd. Sipas tij, shqiptarët nga të gjithë zonat, nga Tirana dhe Prishtina deri në Prešev dhe Bujanoc, janë dehur pas fitores së mbrëmshme të kombëtares së futbollit të Shqipërisë ndaj Serbisë në Leskovac. Do të doja që sonte të kishte një festë më të rëndësishme në komunitetet serbe në Kosovë, krahasuar me atë festë, tha Vučić. Ndërkohë më herët, ish kryeministri i Serbisë dhe kryetari i Partisë Përparimtare Serbe, Miloš Vučević, kishte thënë se pret pjesëmarrje të lartë të serbëve në zgjedhjet lokale në Kosovë, duke vlerësuar se ky veprim nuk është thjesht votim për ndonjë opsion politik, por çështje mbijetesës së serbëve në Kosovë. Duke folur për televizionin serb PRVA, Vučević tha se për shkak të rrethanave specifike, disa parti politike janë bashkuar në listën serbe dhe për këtë arsye Partia Përparimtare Serbe dhe të tjerat nuk veprojnë ndarës në Kosovë. Ai shtoi se periudha gjatë së cilës serbët qëndruan jashtë institucioneve në Kosovë ka qenë e vështirë dhe se populli nuk ka marrë mbështetjen e duhur nga bashkësia ndërkombëtare.